Mu kujtu që në bashkë do të gjumoje me pas diçka në i këshill të vogël, me mësu diçka edhe më tepër për arsye se nga këshilla ka shumë dobi dhe këshillat sjellin dobi. Dhe mendova me marrë një broshurë shumë të vogël nga një muhadith i Shamit, edhe pse konsiderohet muhadith i Shamit apo shërbetori i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky burr i madh, ky dietar i madh i hadithit e ka preardhjen nga Kosova, nga fshati Vrell, komuna i Stogut, dhe më thonë rrethina e Pejës. Quhet Abdulkader Arnaut, Allahu e mëshiroft, Allahu xhelleshanuhu është me të vërtet një dhunti e madhe, thjesht një nxënës apo një talebe i një dietarit madh si Sheikh Abdulkader Arnauti, Allahu e mëshiroft. Unë çdo herë kur më kujtohet emri i këtij dietarit madh, më njëherë më del sireti i tij para syve. E kemi pas më tepër se profesor, e kemi pas si bab, si prind, si edukator, dhe çdo herë kur kishim nevojë apo diçka, këshill, pa marrë parasysh në çfarë kohë ishte, shkojshim dhe trokitshim te dera atij. Ai hapte derën dhe na pritte me ftyrë të qeshur dhe ndjihej me të vërtet një zemër shumë të madhe, një ngrohtësi të madhe në zemër. Shekhin e kemi pas profesor 6 vite në ka dhënë diland hadithin dhe njohurit rreth hadithit që quhet mustalahul hadith, rregullat e hadithit. Dhe ndër të tjerash Sheikh Abdulkader Arnauti, siç edhe kur shkruan diçka e shkruan khadimus sunnetin nabawiyya, shërbetori i sunnetit dhe i traditës profetike. Abdulkader Arnaut, do me thonë, e konsideron veten e tij si shërbetor i fesë islame dhe si shërbetor i sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka qenë as pak e lehtë në Siri apo në kryeqytetin e saj në Damask të flasish për sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të posedojsh akiden e vërtet, akiden e të parëve tonë, dhe të thasisht të bëjsh davet në akiden e Abu Bekrit dhe Omerit, Othmanit dhe Aliut, ku shteti siç edhe tash është, ka qenë shtet, thuaj është deklaru si shtet alevi, apo si shtet, thuaj komunist, laik e kështu me radhë. Përsëri shekhi në shkollë apo në derse që ka i ka dhënë në për xhamia dhe në hutbe çdo herë ka fol për tauhidin. Me tauhid e ka fillu hutben edhe me tauhid e ka mbaruar hutben. Menhegji sheikhit ka qenë menhegji ehli sunnetit dhe xhamatit, dhe me thonë ehli sunnet ato që ka ndjekin sunnet dhe xhamat, ato të cilët janë të rrethuar rreth sunnetit dhe rreth traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë herë kur kemi qenë nxënës e kemi pyet shehun, Allahu më mëshiroft, na tregon sa hadithe ke mësuar në ditë, por nuk na tregonte. Më tregoi një vëlla i cili ishte në vitin e 6 e unë isha në vitin e ditë, erdh duke buzëqes dhe tha sot na ka tregu Sheikh Abdulkader sa hadithe i ka mësuar në ditë, hadithet me komente, me domethënien e hadithit dhe zinxhirin e hadithit. Thash tha ju lutëm, i tha moshe na trego se ne jemi viti 6 edhe tash po përfundojmë, dona me ditë vetë sa hadithe ke mësu, por me na nxit diçka edhe ne me ju kushtu, me ju përkushtu hadithit. Sheikh Abdulkader Arnauti kishte thënë, Allahu më mëshiroft, ja kjo është hera parë dhe e fundit që ju tregoj 50 hadithe në ditë, i kam mësu me domethënien, me metnin, me zinxhirin e hadithit, por edhe çka kanë fol dietarët, të me thonë fukahat, ku janë mbështet Ebu Hanifja në këtë hadith, ku mbështet Imam Maliku e kështu me radhë. Dhe me thonë Allahu më mëshiroft, 50 hadithe ka mësuar më ditë në ditë, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo veç hadith për shembull e ka mësuar kështu, siç e dim ne për shembull an Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Në më thoni hadith, jo. Shekhi e ka mësuar edhe zinxhirin e hadithit, kush e përcjell këtë hadith, kush e bën rivajet, çka do të thotë ky hadith, dobi çka kemi nga hadithi, derejën shkallën e hadithit dhe dietarët fukahat ku janë mbështet në këtë hadith.
E në bazë të thaj Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Allahu më shiroft, shërbetori i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot: "Faqad kana Bishr ibn Harith al-Hafi al-Mirwazi al-Baghdadi al-Zahid al-Mutawaffa sanat 227 Hijri yaqul", tregon Sheikh Abdul Qadir Allahu më shiroft, domethënë ai kur e kanë dëgjuar se çka thot ki dhe ki një muhadith i madh, Al-Bishr ibn Harith al-Hafi al-Mirwazi al-Baghdadi, dhe ki ka qenë hafidh në hadith dhe ka ditur shumë hadithe dhe ka qenë i shkencës së hadithit, hafidh al-Baghdadi, thot: "Yaqul ja ashab al-hadith", o ju muhaddith, tash ki al-Hafidh al-Baghdadi thot: "Addu zakat al-hadith", jep një zekatin e hadithit, "min kulli 200 hadith 5 ahadith", për çdo 200 hadith jep një zekat 5 hadithe. Dhe me thonë sa i vjen kjo me përqindje? 2/5. Dhe me thonë Sheikh Abdul Qadir Arnauti në këtë broshur ka mbledh 5 hadithe. Dhe me thonë aq sa ka thonë ki Hafidh al-Baghdadi al-Mirwazi: "O ju dietarët, hafidhat e hadithit, jep një zekatin e hadithit në çdo 200 hadithe 5 hadithe." Edhe Sheikh Abdul Qadir Arnauti thot: "Wa inni ana", edhe unë thot, "al-abdul faqir ila Allah", robi i varfër ndaj Allahut subhanahu wa taala, al-aliyul qadir, që është i lartësuar dhe i plot fuqishmi, Abdul Qadir Arnaut, "Jama'tu fi hadhihi ar-risalati al-mujiza 5 ahadith min jawami al-kalimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", thot ja pra dhe unë robi i dobët dhe i varfër i Allahut subhanahu wa taala, Abdul Qadir Arnauti, i kom përmbledhur në këtë broshur të vogël 5 hadithe, të cilat hadithe kanë domethënie shumë të mëdha nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. "Tasluhu an takuna zakatan 200 hadithi ma sharhi mujazin laha", që ndoshta thot këto do të jenë zekati për 200 hadithe. Dhe me thonë, me sqarim që Sheikh Abdul Qadir Arnauti dhe i ka sqaru këto 5 hadithe, thot me një sqarim të shkurt që inshallah do të na sjellin neve dobi. "La'alla Allah ta'ala yuwaffiqana li qira'atiha wa dirasatiha wal 'amala bima fihi", ndoshta thot Allahu xhalla shanu do të na jep mundësi dhe sukses që ne të lexojmë këto hadithe, të përfitojmë nga këto hadithe dhe të veprojmë sipas këtyre hadithe, li tekune lena dërsen fi hajatina, që të jenë këto hadithe mësim për jetën tonë, wa nuren jaume l'qiyame, dhe dritë në ditën e gjykimit, wa hujjeten lena inda rabbina, që të kemi argument para Allahut subhanahu wa ta'ala një ditë kur të dalim, jaume la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, për atë ditë që nuk do të sjell dobi as malli as evladi, vetëm ai i cili i vin Allahu xhalla shanu me vepra të mira dhe me zemër të pastër. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dhe duaja jonë e fundit të Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Allahu më shiroftash, alhamdulillahi rabbil alamin, khadimu sunnetin nabawiyya Abdul Qadir Arnaut, shërbetori i sunnetit dhe i traditës së tij profetike Abdul Qadir Arnaut. E ka filluar shekhi këtë broshur me hadithin e parë, an Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qal: "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 10 kalimat." Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, dhe ki është një sahabi i cili e pranoi Islamin dhe kishte 18 vite. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Muadh ibn Jabal thot: "Wa a'lamu ummati bil halali wal haram Muadh ibn Jabal." Në një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr." Më i mëshirshmi prej umetit tim ndaj umetit tim thot është Abu Bekri. "Wa ashadduha fi dinillahi Umar." Dhe më i ashpër në fenë e Allahu xhalla shanu thot është Omeri. "Wa asdaquha hayan Uthman." Dhe turpin më të fortë dhe më të sigurt dhe më të drejtë e ka pas Uthman ibn Affani. "Wa alamuha bil halali wal haram Muadh ibn Jabal." Dhe më i ditur i umetit tim për çështjen e halalit dhe haramit është Muadh ibn Jabali. "Wa alamuha bil faraid Zaid ibn Thabit." Dhe më i ditur i për faraid
për çështjen e pasurisë si ndat është Zeid ibn Thabiti, wa a'lamuha bi kitabillah Ubay ibn Ka'b, dhe më i dituri në librin e Allahu xhelle shanu që ka dituri rreth librit të Allahut është Ubay ibn Ka'b. Wa li kulli ummetin aminun wa aminu hadhihi al-ummati Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dhe çdo ummet e ka besnikun e saj dhe besniku i ummetit tim është Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. E për më i ditur e ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e halalit dhe haramit është Muadh ibn Jabali. Dhe thot Muadh ibn Jabali radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 10 kalimatin qal la tushrik billahi shay'an wa in qutilta wa hurriqt. Asesi Allahu të gjelle shanu mos i përshkruaj shok në adhurim edhe nëse të djegin edhe të mbitin. Allahu gjelle shanu mos i përshkruaj shok. Më thonë, porosia e parë është që Allahu, aleikum selam rahmatullah, porosia e parë është që Allahu gjelle shanu mos me i përshkruar shok në adhurim. Dikush e adhuron Allahun për bashkë me Allahun, i përshkruan shok Allahu gjelle shanu. Ndoshta i fal 5 kohë të namazit, por nëse godet ndonjë e keqe shkon te sihirbazët dhe lip ndim. Dhe ato i thon there këtë kurban, mos përmend emrin e Allahut e kështu me radhë, dhe me thon i përshkruan shok Allahu xhelle shanu, edhe nëse të djegin, edhe të mbitin Allahu xhelle shanu, mos i përshkruaj shok. Prandaj Ibrahimin a.s. e murën dhe e hodhën në zjarr, por ai Allahu xhelle shanu nuk i përshkruaj shok. Nuk i përshkruajti shok Allahu xhelle shanu dhe ortak. Edhe Abu Muslim al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani nuk ishte prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte në Yemen. Abu Aswad al-Anasi, një që edhe ai thiri se ai është profet, e mor Abu Muslim al-Khawlani dhe e hodhi në zjarr, por zjarri nuk e doq Abu Muslim al-Khawlani. Prandaj kur erdhi Abu Muslim al-Khawlani në Medinë e pa Omeri radiallahu ta'ala anhu dhe me njerë e hetoj se kjo është Abu Muslim al-Khawlani. Tha mos jeti Abu Muslim al-Khawlani. Po tha unë jam. Tha alhamdulillah që Allahu gjellëshanu ma mundësoj mu që të shof nga ummeti Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam një njeri i cili ishte një lloj si Ibrahimi alayhi salam. Dhe zjarri nuk e doq Abu Muslim al-Khawlani. Edhe ki e boni të njëjtën dua që e boni Ibrahimi alayhi salam, edhe kur u shu zjarri, Abu Muslim al-Khawlani Abu Aswad al-Anasi u frigu që mos më ndodh diçka e keqe dhe e përjashtojnë nga Jemeni Abu Muslim al-Khawlani. Muslimani nuk duhet kur shirk Allahut subhanahu ti përshkruan. Por rasti Amar ibn Yasir, kur ai përmendi Hubelin, kur e dënuan shumë, ja mbitën nanën edhe babën parasive të tia, dhe ai shqiptoi me gojën e tij e bani shirkun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe tha si e gje zemrën tënde, në zemër çka ke? Tha zemra është plot e mbushur me iman. Atëherë tha mos ki gale, nëse kthehen përsëri dhe të dënojnë, thuaj atë që ato e dëshirojnë. Por dietarët islam thonë është më mirë që kur vjen çështja te shirku, edhe jetën me dhon dhe mos me bë shirk. Shirku është prej gjinaheve më të mëdha. Allahu xhaleshanu në Kur'an thotë innehu men yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ai i cili Allahu xhaleshanu i përshkruan shok, Allahu atij ja ka bë haram xhenetin. Nëse vdes dikush dhe i bën shirk Allahu xhaleshanu, Allahu xhenetin atij ja ka bë haram. Ai nuk do të hin kurrë në xhenet. Nuk do të hin kurrë në xhenet. Edhe dikush nëse dishon te kufri i jo besimtarve dhe thot vallahu unë nuk e di, edhe ato kanë fenë e tyre, ato nëse ndrojnë jetë unë nuk e di, a janë ato musliman apo nuk janë musliman. Ke bo shirk, i ke bo Allahu xhellesham në shirk dhe në shirk i madh. Rujna Zot nëse dikush vdes duke menduar se edhe të tjerët vallahu nuk e dim ku do të shkojnë, a do të shkojnë në xhenet apo do të shkojnë në xhenet. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar fa ulaika فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
edhe të cilët i përshkruajnë shok Allahu xhelleshanu dhe ndrojnë jetë si qafira, nëse japin tër botën e mushin me ari, me shpëtu nga zjarri i xhenemit, nuk do të pranohet dhe nuk do të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Prandaj për porosive të para që Lukmani e porositi djalin e tij tha: "Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun adhim." Lukmani kur e porositi djalin e tij dhe i tha: "O birim, mos i përshkruaj shok dhe ortak Allahu xhelleshanu, se shirku është zullumi më i madh. Pa drejtësia më e madhe që Allahu xhelleshanu ja bën dikush është shirku." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i hadith tha: "Ala ukhbirukum bi akbaril kabairi ash-shirku billah." Gjinahi më i madh prej gjinaheve më të mëdha është me i përshkrua Allahu xhelleshanu shok. Dhe kush thot por unë besoj Allahun xhelleshanu, por nuk duhet shok Allahu xhelleshanu në adhurim me i përshkru. Nuk do të thot se e beson Allahun xhelleshanu, por nga ana tjetër me bot tavaf rreth varezave, me lip prej atij rendim, me ju mbështet atyre e kështu me radhë. Porosia e parë është: la tushrik billahi shay'an wa in qutilta wa hurrikt, wa la ta'uqanna walidayk wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Dhe asesi mos tregosh sjellje të keqe ndaj prindërve tu, edhe nëse ato të urdhërojnë ta braktisish pasurinë edhe familjen. Pejgamberi alayhiselam thotë: mos u sill i vrash ndaj prindërve të tu. Nuk ke të drejtë as pak. Tregojsh vrasësi ndaj prindërve. Ka shumë ditë sotit i kanë prindët jo musliman, e ka pranuar Islami por prindët i kanë jo musliman. Përsëri nuk lejohet që me prindët me usell keq dhe ashpër. Apo ti të ka udhëzuar Allahu xhelleshanu, po ndoshta prindët e tu nuk janë të udhëzuar në rrugën e Allahu xhelleshanu, ndoshta ata nuk falin namaz, por ti asesi nuk lejohet me u tregu i vrash dhe me tregu sjellje të keqe ndaj prindëve të tu. Ti nëse të ka udhëzuar Allahu xhelleshanu, ti pikës pari duhet me falendërua Allahun, pastaj edhe prindët e tu, se ato të kanë sjell ti dhe ato janë një shkak dhe një sebeb që Allahu xhelleshanu i bari ato sebeb që ti të gjendesh në këtë dënjo, në këtë botë dhe të udhëzohesh dhe ta njohësh krijuesin tënd, dhe ti duhet me i bë davet prindëve tu, edhe me i thirrë edhe ato ngadalë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Tregon Abdullah ibn Omeri radiallahu taala anhu ma një shembull. Thot: unë kisha një grua, dhe ajo ishte e bukur shumë, edhe unë shumë e desha atë grua, për stepër, e dashuroja atë për stepër. Një ditë Omeri më thret baba i tij, më thon, Abdullah i tregon për babën e tij Omerin radiallahu taala anhu, më thot: "Të urdhnoj shpejt ta losh gruan tënde, leje." Ki thot: "Jo, se lo, unë e du shumë atë. S'mundet me e lon ashtu." Omeri thot: "Unë thash ti me u da prej asaj më njëherë." Edhe Abdullah ibn Omeri shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotoi: "Dërguari i Allahut, Omeri më urdhëron mua që me elon, baba im Omeri më urdhëron mua që me elon gruan tim." Pejgamberi sa thot: "Po vepro ashtu si të ka urdhëruar Omeri. Vepro ashtu." Por Abdullah ibn Omeri ka dash me e ditë shkakun përse. Pas një kohë Omeri e thret, thot: "A din çka është? Unë e pashtë ajo grua do cilësi tërhekse shumë, por ajo grua nuk ka qenë akoma muslimane. Nuk ka qenë muslimane. Dhe më thonë ka qenë krishtere apo qifute. Pashtë ajo grua do cilësi dhe kisha frikë që mos të largon nga ibadeti Allahut subhanahu wa ta'ala, pra ndaj të urdhërova që me elanti atë gru." Edhe Abdullah ibn Omeri elshoj atë gru. Por shumë herë ndodhin disa konflikte me të vërtet mes fëmijëve edhe mes do prindve. Ndodhen shumë herë do raste kur fëmiu është i udhëzuar dhe ka gjetur një vajzë shumë të udhëzuar. Edhe ajo vajza e ndjek fenë e Allahut subhanahu wa taala edhe ki djalit njëtën. Por asnjëni prej atyre të dive nuk i kanë prindërit e udhëzuar, apo njëna palë nuk i ka prindërit e udhëzuar. Edhe ca prej prind argumentohen te Ibrahimi a.s. kur erdhe vizitoi Ismailin në Palestinë, edhe i tha: "Ti kur erdhte Ismaili nuk e gjeti Ismailin në shtëpi." Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. jetonte në Palestinë, kurse Ismaili jetonte në Mekke, djali i Ibrahimit a.s. Dhe mas një kohë të gjatë Ibrahimi a.s. deshi ta vizitoi djalin e tij. Kur arriti në Mekke, Ismaili nuk ishte aty. E takoi gruan e Ismailit.
E tha, si jeni, a jeni mirë? Tha, mos vetë ne si jemi. Ne jemi zi e ma zi. Ushqimi nuk e kemi të mjaft. E te lashe. Pastaj Ibrahimi a.s. masi ndëgjoj të gjitha ankesat dhe mori rrugën për me shku. Kjo grua e tha, a me lon një porosi, çfarë porosie po len, çka me i tregu Ismaili kur të kthehet? Tha, thuj Ismaili le ta ndron pragun e derës. Kur të vjen Ismaili, thuj le ta ndron pragun e derës. Kur erdhi Ismaili, mbrëmje, Ibrahimi a.s. veç ki shku. Edhe kjo i tregoj të erdh babait, me na vizitu, por ti nuk gjetit këtu, priti një copë here, pastaj mori rrugën dhe shkoj. Tha, mos lade një porosi ndë një emanet. Tha, la një porosi dhe një emanet, dhe më tha që kur të vjen ti me ndru pragun e derës. Tha, boni teshat gati dhe ti e elonu. Pas një kohë, përsëri erdhi Ibrahimi a.s. Por përsëri Ismaili në Mekke nuk e gjetë të shtëpia ati. Nuk e gjeti në shtëpi. Kur erdhë dhe pyeti si keni hallet, kjo gruaja tjetër e Ismaili tha, elhamdulillah, më mirë se ne nuk kemi. Allahu Gjelleshanu në ka dhënë tona të mirat. Kurse në këtë rast i kish punët i kishin edhe ma zi se herën e parë, se radhën e parë. Por kjo grua falemendëru shumë. Ibrahimi a.s. kur mori rrugën më u kthi, kjo grua tha, a ledën i porosit, me qka me porosit Ismailin? Thuj Ismaili që pragun e derës le ta forcon edhe më shumë. Kur kthehet Ismaili, kjo ja tregon porosin që e la Ibrahimi a.s. Por, edhe ki e majti këtë grua. Dhe Allahu Gjeleshanu i dha 12 djem Ismailit a.s. Dhe ata ishin sundim pas Ismailit a.s. Ato ishin që ka e sundonin Mekken. Djem të Ismailit a.s. Kish 12 djem Ismaili a.s. në Mekken. Disa prindër argumentohen dhe thonë, shiqo, se si Ismaili e ndëgjoi urdhrin e Ibrahimit, edhe e lshoi gruan e tij me një gjist fjale. Ku Ibrahimi i tha që me ndru pragun dhe kjo do të thonte që me elshu gruan, edhe Ismaili e lshoi. Por në rast se një fëmijë e gjen një vajzë që është me të vërtet fetare, muslimane e vërtet, por prindërit nuk donat me amartu, por don një tjetër që ajo do me thonë ndoshta i përshtatesh familjes, që ajo familje ndoshta nuk është e udhëzuar me mirë dhe prindërit i thonë ti ku po e çon atë, ajo e mulute, ku ta diun nuk pasit në familjen tonë. Dhe kur djali refuzon me ndëgju prindit, thotë ti nuk je musliman i vërtet. Ti po tregosh musliman i vërtet, por musliman i vërtet është Ismaili që e ndjoi urdhrin e Ibrahimit. Ne i themi ative prindëve ashtu është. Si të thoni ju, si që Shekhull Islam Ibn Taymija ka thonë, nëse dikush e ka babën e ti Ibrahimin a.s. a i duhet me ndëgjuat. Edhe sot, nëse dikush e ka babë Ibrahimin a.s. a i duhet me ndëgju urdhrat ati dhe me elon gruan atë moment kër i thot baba i ti le gruan. Por Ibrahimi a.s. ka qenë profet, por dhe Ismaili ka qenë profet. Por dikush nëse argumentohet në këtë rast që me ndalu djalin e ti, ose vajzën e ti e ndalon që mos me martu me një djal të vërtet dhe thot ti po tregosh se i musliman apo muslimane e vërtet, por ti nuk je musliman i vërtet pse nuk i ndëgjon dhe respekton prindërit, këtu në këtë rast nuk prindërit ndëgjohen, por nuk ju nënshtrohet urdhërit të prindërve. Nëse djali apo vajza, dhe me thonë jo e ka gjetë dhe qonë dashni, por mendon të martohet me një djal apo me një vajzë që se cili prej tyre e respekton fejnë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wala ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Dhe me thonë me prindërit duhet me usjell shumë mirë. Dhe me thonë edhe nëse të urdhënojnë të me u largu nga pasuria dhe nga gruaja, ti ke obligim çka me usjell mirë me prindë. Me thonë or baba, por kjo grua e frigohet Allahu Gjeleshanu, po falë namaz, çka të ke që ka kjo grua? Nuk do në tregon hadisi që me elon automatikisht gruan, por përsëri me usill me prindërit mirë, edhe nëse ato të urdhërojnë që me undan nga një grua, edhe nëse është ajo e devotshme, ti përsëri nuk duhet me i thonë babaut apo nënës ti, po më urdhënon mu me elon gruan edhe me usill keq me to, jo? Edhe nëse të urdhërojnë ato, që me undan nga gruaja dhe me pasuria, përsëri e ke obligim që me usjell me prindërit mirë. Ne sa i përket sjelljes së prindrit apo për shirkun, për këto nevojitet hutbe nuk mundet për shembull veç me një fjalë, domethënë edhe me tregu, domethënë hakun hakun e fëmijëve që e kanë ndaj prindërve. Porosia e tretë është
ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريت منه ذمة الله. Dhe as se si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosia e tretë, mos e le as një namaz pa fal. Se ai i cili e le një namaz pa fal, bëhet fjalë për farzet, ai nuk ka garant dhe nuk ka mbrojtje dhe sigurinë e Allahu xhelle shanuhu në ditën e gjykimit. Dhe me thonë, nëse një namaz farz e le, siguria, mbrojtja e Allahu xhelle shanuhu është quar nga i person që edhe një namaz e le pa fal. E le dhe me thonë namazin pa fal. Por ndodhën disa herë po të merë gjumi apo po haron, atëherë duhet me fal namazin me njëherë ati ku të kujtohet. Dhe me thonë kur të kujtohet, duhet me njëherë me fal namazin pa marë parasysh çfarë kohë është. Edhe nëse është dilli duke lind, apo nëse është dilli duke perëndu, që në këtë kohë nuk lejohet me fal namaz, përveç namazet që kanë shkak dhe kanë sebeb. Dhe ki namaz kur të kujtohet, me njëherë ati duhet me u fal. Pa marë parasysh se është dilli duke u lind, se dhe me thonë veç me fal namaz duke dilli, dhe me thonë para se me uqu dilli, para se me u lartësu, dhe me thonë bas lindjes dilli duhet me prit dikun 10 deri 15 minuta, e pasaj me fal namaz nafile. Por namazi që ka sebeb, nëse të ka zonë gjumi namazin e sabajt, fale namazin në çdo kohë tjetë, pa marë parasysh. Se atëherë është koha e ati namazit, faktikisht koha për ti është atëherë, se atëherë të ka dalë gjumi, ose atëherë të ka kujtu namazi. Dhe mos thuaj që unë tash nuk më lejohet mu me fal namazin, për arsye se është dielli duke u lartësu. Në këtë rast lejohet me u fal namazi pa marë parasysh, apo është dielli duke u lartësu, apo duke u perëndu. Ose namazi për shembull për përshëndetjen e xhamis, të lejohet me fal në çdo kohë. Të lejohet me fal namazin në çdo kohë. Hinë në xhami dhe don me ul, apo nëse hinë në xhami dhe don diçka me marr, apo don me fol me një vlla dhe don me qëndru në kom, atëherë nuk je i obligut që me fal direkt namaz. Por nëse keni jetë për me ul, atëherë duhet me fal direkt namaz, edhe atëherë të ulesh. Allahu xhelle shanu thot në Kur'an: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar", se namazi të ndalon nga punët e këqija dhe nga punët e ndita. Fahshaja gjitha ato punët e fliqura, edhe munker dhe me thonë janë ato punë që Allahu subhanahu wa ta'ala i uren. Dhe çdo punë, çdo vepër që Allahu xhelle shanu e uren, ajo punë dihet se është haram. Për namazin inshallah do të folim edhe më tutje, por shkurtimisht është me thonë që ai i cili e le një namaz pa fal me qëllim siguria dhe mbrojtja Allahu xhelle shanuhu në ditën e gjykimit është çuar nga ky person. Dhe ky do të thonë ky person që e le namazin pa fal me qëllim, nuk ka te Allahu subhanahu wa ta'ala që ka të lip mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Kjo është porosia e tretë. Porosia e katërt: "Wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahisha." Dhe mos pi alkohol, se alkoholi është nana e çdo të keqesh. E çdo të keqje. Alkoholi është nana e çdo të keqje. Allahu xhelle shanu e ka ndaluar alkoholin. Tregohet një rast ku një djalë i ri ka qenë duke kaluar rrugës, e ati pran një shtëpi e ka qenë një grua. Dhe ajo gruaja ka qenë grua e ligë. Dhe ka thonë në vetin e saj, kush dhe të kalon i pari do të thras në altë për me bo një haram, për me bo zina. Por ka përdor një metodë, kjo gjun një përshkir poshtë në rrugë, edhe pa prit mos kalon një djalë i ri. Ky djalë i ri e ka pas frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Por kjo thot a bon me ma thonë me ma pru peshkirin tu lartë në dhomë, se une jam e nxon me fëmijën tim. Edhe ki e merë peshkirin apo aqka e ka gjua gruaja me qëllim, edhe kjo thot le që atje në skaj të dhomës. Kur hin ki kjo e mbil derën, e thot une që tash po bërtas dhe thonë ti ke ardhë në dhomën time. Dhe donë me më dhunu. Dhe gjithë kanë mund me më besu dhe ti nuk beson askush, se ti e në dhomën time. Unë s'mund në ti me të marrë me dhunë. E thot ti ke 3 opcione. Ose me bo zina me mu, ose me emit këtë fëmijën tim, që e ka pas një fosh një në gjep, ose me pi alkohol. Ki i shketi me ndohet, qka të bon? Ka thonë po pi alkohol, ma e lehtë është të pi alkohol edhe do të dalë. Kur pin alkohol, ki dehet.
kur dehet, bën edhe zina me atë gru. Por në atë kohë, ka kajta i fmiu dhe e bën nervoz dhe e merr atë gotën, atë flashën e madhe që ka pi me to alkohol, jam shon fmiut edhe emit. Edhe bën zina, edhe pin alkohol, edhe emit fmiun. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahisha." Mos pi alkohol, se alkoholi është nana e të gjitha të këqijave. Allahu xhaleshanu dhe me Kur'an e ka ndaluar alkoholin rreptësisht dhe nuk është as edhe për shërim që mendon dikush se për shërim është i lejuar alkoholi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Inna Allaha ma ja'ala shifaa ummati fi ma harrama alehim." Allahu xhaleshanu kur nuk e ka bërë që shërimi i ummetit tim të jetë në atë gjë që Allahu xhaleshanu e ka bërë haram me pi apo me hon. Te alkoholi nuk ka as pak shërim. Dhe porosia e pestë është: "Wa iyyaka wal ma'asiya fa inna bil ma'asiyati halla sakhatullah." Dhe ki kujdes të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mos bë gjinahe, se gjinahet kur bëhen shumë, atëherë zbret hidhërimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ecë me shokët e tij në Medinë. Kur pak pa pritmas po ndihet një farë e dridhme, po dridhet toka. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendon dorën e tij mbi tokë dhe thot: "Qetëso, apo dridhesh dhe unë jam akoma mbi shpinën tënde?" Edhe toka qetësohet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kjo tokë nuk dridhet vetëm kur njerëzit po bëjnë gjinahe dhe hidhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Atëhere po ndodhin katastrofa dhe ndodhin tërmete dhe dridhet toka dhe ndodhin lloj, dhe me thonë që shumë mira apo qinda mira njerëz po mbiten. Kjo është rezultat i gjinaheve. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në porosinë e pesët: "Wa iyyaka wal ma'asiya fa inna bil ma'asiyati halla sakhatullah." E gjashta: "Wa iyyaka wal firara min az-zahf wa in halaka an-nas." Edhe në porosinë e gjashtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndalon rreptësisht dezertimin. Ka luftë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, ka komandant të caktuar dhe lufta është xhihad në rrugt të Allahut, që fjala e Allahut jetë lart dhe fjala e kufrit poshtë, dhe dikush po dezerton dhe ja kthen shpinën ushtrisë pa lejen e komandantit të ushtrisë. Është ndaluar rreptësisht. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala një lloj e ka ndaluar këtë edhe në Kur'an. Vetëm atëherë kur komandanti i ushtrisë të jep urdhën që muslimanët të tërhiqen, siç ndodhi në betejën e Mu'tës, kur Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu ish komandanti i ushtrisë dhe muslimanët ishin dykun 3000 ushtar, kurse krishterët ishin 200.000. Atëherë Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu i provoi të gjitha mundësitë, e pase nuk mundet me ecë përpara dhe po humb ushtar më tepër dhe ai do me thonë ndoqi një taktik që me u kthi dhe me u tërhek dhe i urdhon muslimat që ngadal të tërhiqen dhe të kthehen përsëri në Medinë. Kur u kthehen në Medinë, subhanallah, kanë dalë gratë, fëmijët e muslimanëve i thanë: "Ja furrar, o ju që keni ikë dhe keni dezertu." Do me thonë gruaja ka dalë dhe e nënçmon burrin e saj, thot: "Ja furrar." Fëmiu i thot babait të tij: "Ti ke ikë o dezertues." Do me thonë grua si grua ka qenë e gatshëm që burrit saj edhe nëse ndron jetë në xhihad mos me kthi, mos me ik. Po ashtu edhe fëmin. Edhe fëmia ka ndalë dhe i thon prindve të tjerë: "Ja furrar." Por aty ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelleshanu ja mundsoi pejgamberit alayhis salam me pa luftën. Dhe pejgamberi e shikonte luftën. Tha tash ra shahid Abu Ubejde ibn al-Jarrah. Ra shahid Abdullah ibn Rawaha. Pastaj tha pejgamberi selam: "Ra shahid Zaid ibn Haritha." Pastaj tha ra shahid Ja'far ibn Abi Talib. Ra shahid edhe Ja'feri. E pastaj thot e mur shpatën Khalid ibn Walidi, shpat prej shpatave të Allahu xhelle shanu. Pejgamberi e shihte betejën se si zhvillohet, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha: "Laysu bil furrar, walakinnahum kurrarun inshallah."
Këto nuk janë dezertuese që kanë ikë. Këto janë përsëritës dhe do ta përsëritin edhe një herë atë luftë. Pejgamberi selam e pa dhe e pëlqej këtë taktik të Khalid ibn Walidit. Por për ndryshe Khalidi ish vetë komandant dhe ai urdhnoi që ushtria islame të tërhiqet dhe ngadal të kthehen në Medinë. Wa in asaba an-nas mautun wa anta fihim fathbut. Nëse njerëzit i godet fathbut, po. Nëse njerëzit i godet një sëmundje, këtu siç përmendet maut, do të thonë është fjala për taunin, që më përpara apo murtaja që i ka marrë njerëzit, ka qenë sëmundje ngjitse dhe sëmundje që mira dhe qindra mira njerëzish kanë ndrujet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa in asaba an-nas mautun wa anta fihim fathbut." Nëse njerëzit i godet një sëmundje e madhe ngjitse, këtu ku është fjala për taunin apo shqip që përdorin murtaja që ka qenë më përpara, sëmundje ngjitse dhe ka ndruar jetë me miliona njerëz. Pejgamberi selam thot: nëse njerëzit i godet kjo sëmundje, edhe ti je në mesin e tyre, mos e lëviz vendin, aty duhet me qëndru. Mos me shku me një vend tjetër. Apo nëse ndëgjon se me një vend ka është kjo sëmundje, mos me shku atje. Por nëse gjendesh në mesin e njerëzve, ku i ka përfshi njerëzit kjo lloj sëmundje, që është sëmundje ngjitse dhe domethënë vdekje pruse, urdhri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mos me shku atje. Por nëse je në mesin e tyre, duhet me qëndru aty. Domethënë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur, dhe kjo është porosia e 7 dhe porosia e 8: "Wa anfiq ala ahlika min tawlik." Dhe duhet ti me qenë ai, domethënë krijetari i familjes, ti duhet me qenë ai që shpenzon dhe jep dhe kujdeset për familjen. Ti don me çu kern modern, me marr banesë të mirë, apo me hin lloj bizneses e pastaj çka i thu gruas çu edhe ti. Edhe ti ndimo, edhe ti bën një punë. A veç unë më u kujdesa. Kur do t'i pagujmë ne borxhet? Ose dikush, Allahu na rut, hin kredit. Ai hin kredit, por kur hin kredit nuk i thot gruas se edhe ti ke me punu. Por ai njerë hin kredit, e para kredita është haram deri ditën e gjykimit, nuk ka dyshim atë hiç as pak. Nuk mirret dia prej hoxhallarëve, prej atyre që e lejojnë kreditën, kamatin e kutadiun. Shumë njerëz subhanallahu me gratë e tyre, por edhe me fëmijën e tyre sillen të padrejt. Ai hin kredit me 100.000 euro e pastaj ulet me gruan ngadal dhe thot: "Na ka ngelur edhe 200.000 euro për me pagu, unë i kom llogaritur se këto duhet me i pagu brenda 40 viteve, pa nuk bën edhe ti diçka na i punë e sen." Edhe obligon edhe gruan e tij indirekt që edhe ajo me shku me ulodh për me ja paguajt borxhet e burrit. Pejgamberi thot: "Dhe ti duhet me shpenzu për familjen tënde me kontributin tënd, ala taulik, min taulik." Dhe e nënta është: "Wala tarfa anhum asaka adaban." Subhanallah, dikush ndoshta do të habitet me këtë porosi. Kjo është porosia e nëntë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Dhe as se si thuprën apo shkopin mos me e largu nga sit e fëmijëve. Me e lon ati para. Me e lon ati. Nuk thot me e përdor. Le e thuprën ati. Ti për shembull ai i cili udhton shumë. Ai me veti ka lloj pregaditjesh. Ndoshta në jetë ato pregaditje kur nuk jo ndash. Por ai ka obligim, e ka aty atë baterin. Kur s'jo dash bateria. Ka për shembull atë Chelsea për me nëse për shembull një rrot po shpohet ose ka ku ta diun defekte, ka edhe rrot rezerv. Por ai kur se ka përdor, por e ka aty. E ka aty atë lekun. Që jep signal që mbrëmje për shembull dikush, po e ka aty edhe trekançin. I ka tona me veti. Kur nuk jo ndash në jetën e tij. Por dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në këtë porosi: "Wala tarfa asaka anhum adaban." Edhe thuprën mos e largo gasit e fëmijëve, edhe kjo le të jetë një lloj edukimi. Do me thonë thupra ati, veç i thu fëmijut me shenjë, edhe u kri punë. Nuk është pa tjetër me e marrë dhe me imshu dhe me i re. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si që tregon Aisha, ai kur thot nuk ka prek një grua të tij me e reh me dorë. As fëmijë, as kafshën e tij. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka mshu kafshës së tij. Dhe kur
ai nuk është hakmar përveç se për hir të Allahut subhanahu wa taala. E kur thot ai ose dikush tjetër për shembull e lufton të fejen Allahun subhanahu wa taala dhe muslimant, atëherë ai çoi dhe hakmiri për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk kish kush që e ndalon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por për hir të Allahut xhalleshanu, pejgamberi alayhis salam është hakmar. Është finderi aty, nuk është hakmar. Në Mekke kur ish lloj torturash, e gjunjin me gure, çka mos i bonin? Kur eth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekken ato erë dhe thanë çka do të bësh me ne o ti? Pejgamberi alayhis salam tha çka tash? Çka mendoni se unë do të veproj me ju? Çka mendoni? Me 10.000 ushtarë pejgamberi alayhis salam erdh në Mekke. E rrethoi Mekken me ushtarë, këtë përgatitur. E ato që një ditë gjunjin gur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e bonin me gjak dhe lloj fjalësh të ndita i thonin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, çka do të veproj unë tash me ju? Ata i thanë khairun akhun karim wa ibn akhin karim. Vallahi ne nuk presim prej teje vetë se hajër. Ti je i mirë dhe i ndershëm dhe bujar dhe i biri i bujarit dhe i ndershmit. Pejgamberi tha idhhabu fa antum tulaqa, shkoni se ju jeni të lirë. Dhe me thonë për veten e tij pejgamberi alayhis salam nuk është hakmar. Prandaj kur porosit pejgamberi alayhis salam për çështjen e thuprës apo shkopit, thot linja dikun që fëmijët ta shikojnë, që edhe ajo me qenë një që e përban edukatën dhe sjelljen e fëmijëve. Dhe porosia e dhit wa akhifhum fillah. Dhe kur ti edukojsh fëmijët, kujtoja u atire Allahun subhanahu wa taala. Mos u thuj se do të hish në burg, mos u thuj se do të vjen dënimi 500 euro kush do ta paguaj. Mos i thuj dhe mos i thuj, por thuju ki frik Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhaleshan në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allahu xhaleshan thot në këtë porosi, në këtë ajet, o ju të cilët keni besuar Allahun xhaleshanu ashtu drejt si çlip Allahu, shpëtoni vetet e juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit, ku lëndja djegëse e atij janë njerëzit dhe gurët. Do të thonë ai zjarri i shkrin, edhe njerëzit edhe gurët. Alejha malaiketun ghiladhun shidat. Por atë xhenem e mbrojnë melek të ashpëra dhe të forta. Do të thot Allahu xhalleshanu që ato la yasun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Që ato kur nuk e kundërshtojnë Allahun dhe veprojnë ashtu siç Allahu i urdhëron ato. Do të thot Allahu sikur se më i thon një prindrit, o prind, ti shpëtoje fëmijën ton nga zjarri i xhenemit në këtë dinjë, se aqe nuk ki mundsi kur. Se janë melek të ashpra, kur Allahu thot merr një gjunjë në zjarr, edhe ti nëse ki e bab, nëse ki fëmijë, s'mundet me e shputu. Prandaj Allah thot në dinjë shputoni familjet e juaja dhe vetet e juaja nga zjarri i xhenemit. Prandaj i cek melekët që janë të forta dhe të ashpra dhe të vrazhda, që s'mundet ti me e marr fëmijën ton nga melekët. Një ditë një fëmijë ka qenë duke qarë. Ecën në rrugës dhe qanë, pastaj ulet te një gur, edhe më tepër qanë, edhe më tepër qanë, edhe më tepër qanë. I afrohet atij një burr plak, dhe thot çka ke or djalë, pse po qanë? Thot o raxh, lem mos më ngat. Kom lexu thot një ajet nga Kurani që më bëri të qaj dhe kur mos më pushu lotët. Ki plak i thot çka ke lexu? Vetë se ki djalë ka qenë dikun 8-9 vjet. Thot e kom lexu ajetin e Allahu xhalleshanu ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju të cilët keni besuar Allahun xhalleshanu drejt, shpëtonja veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit. Or thot mor ti djalë, mos ki gajle, ti je i vogël, akoma je fëmijë. Ti akoma s'ke him bilik, unë duhet me qajt para te, ki plaku po i thot. Ja thot oraxh, or miq, ti s'm kupton. Thot po të kuptoj shumë mirë. Ti se ke obligim as namazin, as agjërimin, as unë kam obligim. Dhe unë duhet me qajt. Or miq, thot, ti nuk kupton akoma mu. Thot për çka duhet me të kuptu? Thot a e din kur dikush don me kall një zjarr? Çka bën ai? Thot ai pikë pari i merr ato drut e holl e kall zjarrin e pastaj i gjun ato drut e mëdhej. Edhe un kom frikë që mos kallet zjarri i xhehenemit me ne fëmijët e pastaj të hudhen ato të mëdhet
أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب